Si qytetare e Republikës Shqipërisë dhe si zyrtare publike, e shikoj këtë si një proces i cili jam shpresë plot që do të jetë i bazuar mbi transparencën, llogaridhënie dhe mbi të gjitha mbi parimet e drejtësisë të pandryshueshme tek e cila besoj. Një hetim i mbështetur në analizën e BIR mbi 21 nga 23 tenderat e Unazës së Madhe të Tiranës hedh dritë mbi një skemë të gjerë dyshimesh për manipulim dhe paracaktim të fituesve në projekte infrastrukturore që vlerësohen rreth 450 milion euro, ndërsa hetimet e SPAK janë përqendruar te loti 4. Të dhënat tregojnë se ky rast mund të jetë vetëm maja e icebergut. Nga 21 tenderat e analizuar, 10 prej tyre janë fituar me oferta mbi 98% të fondit limit, një sinjal i qartë se çmimi nuk është ulur përmes konkurrencës reale. Edhe tenderat e tjerë rezultojnë mbi 94% të vlerës së parashikuar nga shteti. Edhe më shqetësues është fakti se në gjysmën e tenderave vetëm një operator ka rezultuar i kualifikuar, çka e kthen garën thjesht një formalitet. Sipas ekspertëve, ky model tregon manipulim të kriterjeve teknike, skualifikime selektive të konkurrentëve apo edhe prezencë të konkurrencës fiktive. Në qendër të hetimeve qëndron tenderi i shpallur në shtator 2021 për lotin e 4, ku dyshohet se zyrtarët e lartë të infrastrukturës përmes komunikimeve të përgjuara kanë orientuar procesin drejt fituesve të para përcaktuar. Sipas PAK, skualifikimet e konkurrentëve të tjerë janë kryer për arsye formale ose të pajustifikuara. Ministrja Belinda Balloku, tashmë e pezulluar, i ka kundërshtuar akuzat duke i quajtur gënjeshtra dhe gjysma të vërteta.